Më 13 qershor filluan punimet e Kongresit të Berlinit. Lidhja e Prizrenit nuk harroi të dërgojë edhe delegacionin e saj, drejtuar nga Abdyl Frashëri. Kongresi i Berlinit fillimisht e hodhi poshtë atë të Shën Stefanit dhe i uli pretendimet bullgare. Ky u duk si një augur i mirë për shqiptarët, por shpresat e tyre u thërmuan kur morën vesh vendimet e reja. Mali i Zi merrte Plavën, Kucin dhe Ulqinin. Serbia krahinat e Vranjës, Trenit e të Pirotit. Nga ana tjetër ju dhan Greqisë tokat çame. Qendresa heroike Labe dukej se nuk do të vlente për asgjë. Vet Abdyl Frashëri u përpoq ta binte kryetarin e Kongresit Otto von Bismarckun që ta përfshinte në rendin e ditës edhe çështjen shqiptare. Kancelari i hekur të refuzoi.